Ditën e martë u zhvillua në Pogradec provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë pjesë e maturës shtetërore 2026. Mbi 300 maturantë shkollave të mesme të Pogradecit u drejtuan qendrave të provimit për t'u nënshtruar një prej testeve më të rëndësishme të këtij procesi. Provimi nisi në orën 10 dhe zgjati 2 orë e 30 minuta duke përfunduar në orën 12:30. Gjatë gjithë zhvillimit të tij u zbatuan rregullat strikte për garantimin e një procesi të rregullt dhe transparent. Nxënësit u paraqitën në kohën e përcaktuar ndërsa administruesit monitoruan me kujdes zbatimin e të gjitha procedurave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit. Sipas drejtuesve të arsimit, procesi u zhvillua pa probleme dhe në kushte normale ndërsa maturantët u shprehen se testi kishte pyetje që kërkonte njohuri dhe përgatitje të mira në fushën e gjuhës dhe letërsisë. Autori përzgjedhur si vjet ishte Eskili dhe tragjedia e mirënjohur e tij Prometeu i mbërthyer. Provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë është një nga provimet e detyruara të maturës shtetërore dhe përbën një hap të rëndësishëm në përmbylljen e ciklit të arsimit të mesëm. Pas këtij testimi, maturantët do të vijojnë me provimet e tjera, konkretisht matematikën dhe lëndët me zgjedhje sipas kalendarit të përcaktuar.